sot për ta keme kurtin në lidhje me çështjen e presidentit si subjekt? Nuk është që jam e vetëdijshme, domethënë se kam pas që ka një ftesë. Cilët është qëndrimi i LDK-s së fundmi? Ka ndonjë emër të cilin keni diskutuar që mund ta votoni pro, cilat janë qëndrimet e fundit? Deri në këtë moment, partia e parë e mban përgjegjësinë për të prezantuar një emër për president, edhe me thirrë seancën me 30 nënshkrime. Deri në këtë moment s'kemi ndonjë kandidat që është prezantu, kemi shpreh gatishmërinë tonë që të marrim pjesë edhe në dialog edhe në procesin e zgjedhjes, ashtu siç e kemi edhe obligim, edhe siç i takon secilës parti parlamentare në një shtet demokratik. Për këtë e kemi shfaq gatishmërinë tonë, po varet nga partia më e madhe parlamentare e cila i ka numrat, edhe për ta përmbyllur këtë proces, edhe për t'i dhënë kohje. Është vërtet përkeqardhje që deri në këtë moment nuk kemi qartësi të procesit edhe nuk kemi ndonjë emër për president. Është LDK gati? Nuk kemi pa që ka ndonjë iniciativë zyrtare. Përderisa s'ka iniciativë, nuk ka as shërtim të ndonjë emri. A ka ftesë nga Kurti për Abdigjikun për një takim tjetër sot gjatë ditës? Nuk e di, domethënë unë nuk kam pa që ka një takim. Është LDK gati për zgjedhje? A keni mund mbledh? Jo, s'ka as ftesë për kryesi dhe as për seancë. Ne vetëm po presim që të ketë ftesa. Është LDK gati për zgjedhje dhe ka pas raportime që ka diskutime me presidentin aktual Osmani që të bëhet pjesë e listës së LDK-s nëse shkohet në zgjedhje tash. A qëndron kjo? Krejt këto janë, domethënë, i takojnë të ardhmes, si parti parlamentare kemi qenë të gatshëm të marrim pjesë në dialog, në diskutime, të vim deri te një emër konsensual ose përmes një marrëveshje politike. Gatishmëria jonë e LDK-s ka qenë totalisht në dispozicion, varet ne numrat nuk i kemi të vetëm që të prezantojmë as një emër dhe as ta bëjmë zgjedhjen e presidentit. Prandaj gatishmërinë tonë e kemi ofruar dhe kemi marrë pjesë për aq sa na ka takuar. Gatishmëria secilës parti për zgjedhje është aty, duhet me qenë aty, por zgjedhjet pas i shohim si të panevojshme në këtë moment për aq kohë sa mendojmë që është dashur që të dialogohet dhe të gjendet zgjidhje, sepse qytetarët e Kosovës kanë nevojë për zgjidhje të problemeve të ndryshme, se tash një vit partia më e madhe që është në kuvend nuk ka arritur që të jep rezultate qeverisëse. E për këto ka nevojë qytetarët. Si parti politike, gatishmëria është gjithmonë. Kthimi në saj në LDK, përkatësisht marrin pjesë në listë të LDK-s. Krejt këto i takojnë të së ardhmes, mendoj që tani në këtë moment është e rëndësishme që të kemi prezantim zyrtar të ndonjë kandidati i cili do t'i jep epilog kësaj drame. Edhe të panevojshme në këtë moment. Faleminderit. Për emër për LDK-s. Emra zyrtarisht nuk kemi, kështu për aq kohë sa nuk kemi. Nuk kanë thonë as FDK-ja këtë. Jo, absolutisht. Zyrtarisht për aq kohë sa nuk ka 30 nënshkrime edhe prezantim zyrtar të kandidaturave, na s'mundemi me dhënë ndonjë çeltrim. Faleminderit.